Një person nga Kosova ka humbur jetën në Suedi pas të shtënave me armë që ndodhen të dielën rreth orës 21 në lagjën Kvangardet të qytetit të Uppsalës. Sipas informacioneve të publikuara nga njëra prej mediave më të lexuara në Suedi, i dyshuari po lëvizte me biçikletë kur qëlloi fillimisht një herë në drejtim të viktimës. Kur 20 vjeçari kishte rënë në tokë, i dyshuari i u afrua sërish me biçikletë dhe e qëlloi edhe një herë nga një distancë shumë e afërt. Aftonbladet e ka përshkruar vrasjen si një ekzekutim të pastër, ndërsa sipas raportimeve të këtij mediumi, i dyshuari për kryerjen e vrasjes është një person në moshën 18 vjeçare. Pas vrasjes, i dyshuari dyshohet se u largua me tren në drejtim të Stockholmit. Autoritetet suedeze nisën një operacion për kapjen e tij, ndërsa të hënën në mëngjes ai u arrestua në një restorant të zinxhirit Burger King. Lajmin më herët e ka bërë të ditur familja e viktimës përmes një njoftimi publik, ku thuhet se i riu Genti nuk kishte lidhje me ngjarjen, por ishte kalimtar i rastit në momentin kur ndodhen të shtënat. Mbrëm Genti na la tragjikisht nga plumbat e konflikteve të bandave të shumta në Suedi. Duke ecur në lagje, ai u vra aksidentalisht nga çrimi i hesapeve mes bandave rivale, thuhet në reagimin e familjes.